Hej miq, përshëndetje. Unë jam Albi dhe kjo është agenda këtu në InTV. Më e çmendur se kur do t'jetë kjo fundjavë e fundit e muajit shkurt. E them këtë pasi një mbrëmje po të tillë ka menduar për ju këtë të shtunë në Mumia Club, pionieri jetës së natës DJ Aldo. Një mjeshtër i miksimeve të hiteve më të mira të momentit, por dhe atyre ndër vite të duhurat për të çliruar adrenalinën brenda jush. Mos prisni ftesë për të bërë pjesë e festës. Merrni të dashurit tuaj dhe kaloni nga Mumia. Nuk do t'i mungoj agendës tonë këtë të fundjavë eventi i kësaj të shtunë në Matrix. Jo kur bëhet fjalë për të mirëpritur në Tiranë artistin afrikan të muzikës electronic dance Carl Prit. Një emër ky i njohur në Europë, fal bashkëpunimeve me Cascada, Alexandra Stan dhe Laurent Wolf. Performancë super që do të shoqërohet për gjatë gjithë kohës nga djali i shtëpisë në Matrix, Abel DJ. Kam bërritur më në fund në Cineplex seria e dytë e filmit Zoolander, vazhdimi një ndër komedive më të bukura të gjitha kohërave me aktorët Ben Stiller, Owen Wilson, Penelope Cruz, Will Ferrell dhe artisten Lady Gaga. Kësaj here, Derek dhe Hansel i rikthehen modelingut me një mision sekret, të zbulojnë rrezikun që po i kanoset njerëzve më të bukur në botë. Më besoni, të qeshura pafund ju presin. Alternativë ndryshe këtë fundjavë si për pasditet ashtu edhe mbrëmjet tuaja është padyshim Capriccio Bar, një ambient komod dhe super mikpritës në zonën e ish-bllokut i cili përpos diellit të paraditeve, këtë të premte në darkë rezervon muzikë interesante nga Mr. Cool, ndërkohë që të shtunën ja ka lënë në dorë një tjetër DJ siç është Dim Mako. Provoni diçka të re, provoni Capriccio Bar. Pas shfaqjes të gjithë janë të çmendur, një tjetër do të vinë në skenën e teatrit eksperimental këtë fundjavë. Johan Padan dhe Amerikat është melodrama që sjell për publikun shqiptar aktori Arben Derhemi, i cili përmes fjalëve të Dario Fo dhe regjisë të Milto Kutalit do t'ju rrëfej historinë e njerëzimit e parë nga sytë e një mashtruesi. Të isha në vendin tuaj do ta rezervoja një bilet sa më shpejt. Një tjetër event i cili duhet marrë në konsiderat është ai që do të ndodhë këtë të shtunë në Arena Club. Çunat i njihni me hitet Le për mu mama po Albanian, ndërsa atë e njihni për sharmin dhe bukurinë që e karakterizon. E kam fjalën për grupin Ethno Engjyt dhe këngëtaren Adelina Tahiri, të cilët së bashku premtojnë një natë super të nxehtë. Për më shumë, i ndiqni ato live. Ju kishin prezantuar edhe më parë me turneun A Head Full of Dreams të Coldplay. Ajo që nuk ju kishim treguar është se koncertin e çunave ju mund ta shihoni në një vend akoma më të afërt siç është Amsterdami. 23 qershor, kjo është data që ju duhet të mbani mend për të planifikuar udhëtimin tuaj. E keni parasysh performancën e tyre në Super Bowl? Akoma më e paparë do të jetë ajo që ju pret në Amsterdam Arena. E pra miq të InTV ishin këto eventet më interesante të kësaj fundjave në Tiranë dhe jashtë saj. Për më tepër, vizitoni faqen tonë intv.al. Aty do të gjeni një seksion dedikuar i gjithë argëtimit tuaj. Nga unë Albi, kaloni sa më bukur.